Mjekët me urdhër të prerë, mos e konsumoni vajin e ullirit nëse vuani nga këto 3 sëmundje. Vaji i ullirit është një prej ushqimeve më të rëndësishme të dietës mesdhetare. Përmban fenole sterile, acide yndyrore si acidi lineolik dhe palmitik, acidi oleik dhe yndyrnat esenciale të cilat e bëjnë pa diskutim mbretin e tryezës për një shëndet sa më të mirë. Konsumi i tij është i sigurt nëse merret ashtu si duhet nga goja ose aplikohet në lëkurë. Mirë po, studime të ndryshme kanë treguar se vaji i ullirit nuk është i tolerueshëm nëse konsumohet në këto gjendje shëndetësore. Sipas Brightside, në këtë video do të rëndisim rastet kur nuk duhet ta konsumoni vajin e ullirit pasi mund të kundërveprojë në shëndetin tuaj. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Nëse vuani nga diabeti dhe merrni medikamente, tregoni të kujdesshëm me përdorimin e vajit të ullirit. Vaji i ullirit mund të ulë nivelet e sheqerit në gjak. Për këtë arsye, të gjithë personat e prekur nga diabeti duhet të kontrollojnë vazhdimisht nivelin e glukozës dhe insulinës ndërsa përdorin vajin e ullirit. Mos konsumoni vaj ulliri përpara një ndërhyrje kirurgjikale. Vaji i ullirit mund të ndikojë tek sheqeri në gjak duke ndikuar kështu në mbajtjen nën kontroll të tij gjatë dhe pas operacionit. Mos përdorni vaj ulliri 2 javë përpara operacionit. Mos konsumoni vaj ulliri nëse po trajtoheni për tensionin e lartë të gjakut. Përdorimi i vajit të ullirit së bashku me ilaçet e tensionit të lartë të gjakut mund të shkaktojë ulje të këtij të fundit poshtë normales. Përpiquni të monitoroni në mënyrë vigjilente dozat e tij gjatë ditës për të evituar kundërveprimet. Gratë shtatzana dhe ato që ushqejnë fëmijën me gji duhet të tregohen të kujdesshme me përdorimin e tepërt të vajit të ullirit. Ekspertët tregojnë se vaji i ullirit gjatë shtatzanisë ose kur ushqejnë fëmijën me gji mund të përdoret me kujdes, por nëse e përdorni në sasi tepër të mëdha më shumë se zakonisht, mund të kundërveprojë me rastin tuaj dhe të shkaktojë gjithashtu edhe luhatje. Vaji i ullirit është një produkt që ka shumë kalori më shumë se çdo lloj ushqimi tjetër. Për këtë arsye, duhet të konsumohet në sasi të kufizuara pasi mund të çojë edhe në shtimin e peshës. Ullinte në krahasim me vajin e ullirit kanë natyrisht më pak kalori për të njëjtën sasi dhe përmbajnë fibra bimore, të cilat gjenden te vaji. Ekspertët tregojnë se përfshirja e vajit të ullirit në dietën tuaj brenda normës së lejuar mund të shndrohet në një aspekt të fortë ushqyes në dobi të organizmit dhe jo vetë. Edhe pse vaji i ullirit zë një vend të rëndësishëm në kuzhinë, në fakt, pirja e tij do ju lejë të merrni përfitime maksimale në dobi të organizmit dhe në lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Njihuni me efektet pozitive nëse e konsumoni brenda normës të vajit të ullirit që shkojnë përtej shëndetit tuaj. Sipas Brightside në këtë video, do të rendisim përfitimet kryesore që organizmi juaj do të marrë nga konsumi i rregullt i vajit të ullirit në dietën tuaj. Përmirëson dukjen e lëkurës. Vaji i ullirit është një përbërës thelbësor në shumë produkte kozmetike. Redukton skuqjen, entjen dhe mund të ngadalësojë edhe shfaqjen e rrudhave. Vaji i ullirit ka veti të fuqishme antibakteriale dhe shërben edhe si një dezinfektues natyral. Vaji i ullirit do ju ndihmojë gjithashtu edhe në reduktimin e kilogramëve të tepërt. Shumë studime kanë treguar se ndjekja e një diete mesdhetare, e cila është e pasur me vaj ulliri, ka efekte pozitive në peshën e trupit. Më shumë se 180 njerëz morën pjesë në një studim 3 vjeçar që provoi se konsumi i vajit të ullirit i ndihmoi ata në humbjen e kilogramëve të tepërt. Vaji i ullirit gjithashtu është një produkt shumë i mirë për shëndetin tuaj të trurit. Konsumi i rregullt i vajit të ullirit do të heqë grumbullimin e pllakave brenda qelizave të trurit. Këto pllaka mund të shkaktojnë sëmundjen e Alzheimerit, sëmundjen më të zakonshme mendore në botë. Njerëzit, të cilët e konsumojnë rregullisht vajin e ullirit në dietën e tyre, kanë një memorie më të mirë se ata që mbajnë një dietë me pak yndyrë. Përfshirja e vajit të ullirit në dietën tuaj mund të japë rezultate fantastike edhe në përmirësimin e shëndetit të kockave. Vaji i ullirit i ndihmon njerëzit që vuajnë nga artriti reumatoid.
Kjo funksionon më mirë kur kombinohet edhe me vajin e peshkut, një burim i pasur i acideve yndyrore omega 3. Përbërjet që gjenden te vaji i ullirit ekstra i virgjër përmirësojnë gjithashtu dhimbjet e kyçeve, ngadalësojnë ngurtësimet e mëngjesit që shkaktohen kryesisht edhe nga artriti. Vaji i ullirit zvogëlon inflamacionet. Pasurimi i dietës suaj me vaj ulliri ose me ushqime të tjera të pasura me acide yndyrore omega 3 zvogëlon inflamacionet e trupit tuaj. Nga njëra anë mund të ndihmojë në parandalimin ose shërimin e gjendjeve të ndryshme të lëkurës të shkaktuara kryesisht nga inflamacionet. Vaji i ullirit do të përmirësojë shëndetin e lëkurës dhe të zorrve. Disa lloje të bakterieve që jetojnë në zorr mund të shkaktojnë edhe problemet me ulçrat. Ndaj, përfshirja e vajit ulliri në dietën tuaj mund të kthehet në një element pozitiv ushqyes në dobi të shëndetit të zorrve. Vaji i ullirit është provuar se lufton bakteriet dëmtuese, disa prej të cilave janë rezistente edhe ndaj antibiotikëve. Vetëm 30 ml vaj ulliri çdo ditë mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për organizmin tuaj, duke mbajtur larg komplikacionet e saj dhe duke rritur në tërësi edhe përfitimet që sjell në organizëm. Përfshirja e vajit të ullirit brenda normës së lejuar mund të cilësohet si një produkt fantastik për mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Vaji i ullirit është një produkt të cilët janë thurur lavde prej shekujsh dhe kjo me plot të drejtë. Çdo popullat në botë që ka bazuar ushqyerjen tek vaji i ullirit ka pasur shëndet të mirë dhe gjithashtu jetë të gjatë. Shembuj më të afërt qëndrojnë edhe te vendet që përdorin vajin e ullirit në dietën e tyre ku kanë një organizëm më të fortë dhe gjithashtu më të shëndetshëm. Vaji i ullirit konsiderohet mënyra më e sigurt e ushqyerjes, pasi mund të ndikojë pozitivisht në rritjen e cilësisë së shëndetit tuaj. Të dhënat shkencore tregojnë se vaji i ullirit kombinohet mjaft mirë edhe me ushqyes që mund të përbëjnë edhe sallatën tuaj. Ndaj, pasurimi i dietës suaj me vaj ulliri mund të cilësohet nga ekspertët si një zgjedhje mjaft e mirë në dobi të organizmit dhe jo vetëm. Po kështu vaji i ullirit mund të ndihmojë në uljen e tensionit të lartë të gjakut dhe mbron edhe organizmin tuaj fal yndyrnave omega 3, të cilat tek peshqit i nënshtrohen skuqjes ose pjekjes. Nëse vajin e ullirit e përdorni për marinim ose për gatimin e mishit, atëherë do t'i jepni atij një shtresë me antioksidant, të cilët mund të largojnë kimikatet e dëmshme që çlirohen nga temperaturat e larta. Nëse vajin e ullirit e përdorni vazhdimisht në perime, atëherë do të përfitoni një dozë të fuqishme të antioksidantëve dhe vitaminave të rëndësishme për mbrojtjen e organizmit dhe jo vetëm. Antioksidantët tek vaji i ullirit janë të rëndësishme edhe për ndikimin e tyre në mbrojtjen e shëndetit tuaj dhe në mirëqenien tonë të përgjithshme, si një subjekt i mirë i shëndetit tuaj. Autoritetet e sigurisë ushqimore të Bashkimit Evropian kanë raportuar se antioksidantët e vajit të ullirit ndihmojnë gjithashtu në lehtësimin e komplikacioneve të organizmit dhe në uljen e niveleve të kolesterolit të keq, në një shkaktar më i madh i problemeve të zemrës. Antioksidantët të pranishëm tek vaji i ullirit janë mjaft të rëndësishëm për dietën tuaj. Ndaj përdorimi i tyre me kujdes mund të jetë një mburojë shumë e mirë kundër një sër komplikacionesh. Vajin e ullirit mund ta përfshini fare lehtë në dietën tuaj të rregullt ushqyese, qoftë në kombinim me sallatat ose me ushqimet e gatuara. Vlerat që do t'i jepni organizmit do ta cilësojnë atë si një prej produkteve më të mira ushqyese. Vaji i ullirit përmban sasi të mëdha të antioksidantëve, gjithashtu përveç atyre përmban edhe sasi të mirë të vitaminës C dhe vitaminës K. Por vaji i ullirit është i ngarkuar me antioksidant të fuqishëm. Këto antioksidant janë biologjikisht aktiv dhe mund të zvogëlojnë edhe riskun për problemet kronike. Ashtu edhe mund të mbajnë larg komplikacionet e tyre dhe të rrisin rezistencën e trupit. Ndaj sigurohuni ta përdorni si duhet në dietën tuaj për të evituar edhe komplikacione në organizëm, citon Healthyside. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.